Thot pejgamberi alayhis salam në ahiret ku të vinë njerëz, thot unë jam kundërshtar, armik i 3 llojeve të njerëzve. Me dalë nesër kundërshtar pejgamberi, veç i ban lekë xhenetin. Dëshmia e tij është shumë e madhe. Dëshmia e Rasulullahit është përfundimtare në ahiret. Rasulullahi po thot në ahiret ku të vinë njerëz, unë e kam me dalë kundërshtar armik i 3 grupeve të njerëzve. Than ja Rasulullah, cilët janë ata? Tha i cili e ka kesh përdor emrin Allahut Azza wa Jall për punë se i dunjaje dhe ka tratuar manetin. Ti ulesh bisedon me ta për një punë e thot vallahi unë rrim bes e traton me manetin, ky e ka bërë me Rasulullahin. O ju rini e dashur, Allahu kushton më shtrajnë se sa letra që në shumë ti. Kujdes ku ta ku betohesh në Allahun, për çka po betohesh. Tha Rasulullah i ban ben Allahun e arrin qëllimin dhe traton e manetin. Tha ky ka me arë në ahiret e unë kam me qenë kundërshtari ti. Hajhat, thot Allahu në Kur'an, e pa mundshme me kalu nesër në gjykat nëse Rasulullah në ki kundërshtar. E dyta, tha njeriu i cili e shet dignitetin e njerit të lirë, përfiton për disha përfiton edhe e traton. Ky nesër është kundërshtari jemi në ahiret. Dhe i fundit i tretë i vëllezër, tha Rasulullahi, në ahiret do t'jam kundërshtar armik i atyre që kanë përdor njerëzën e dikujt tjetër, kanë fitu vetë dhe ata kanë lanë në lloç. Që është e mundshme me fitu njeri shumë, e pëndori me arë në shpi për që më fund mujit, mëse pas me çka me gëzu fëmijën e vetë. Ti mendon se kjo jetë është ka që thjesht? Ti mendon se nuk vjen një ditë në përballë me Rabbul Alamin, me ata i cili ka dhënë hak secilit, dignitet secilit. Pra s'munësh. Pra të ndershëm vëllezër, e nderuar i mi, në përmbyllje të kësaj teme, bota ardhshme ndërtohet me punë së bote. Kur kush se ka mision ndërtimi se jetë përveç njeriut, bëhu argati të mirës. Mundohu me dherë njerëz këtë dunja se kanë më të vitë për në ahiret. Mundohu me lanë gjurmë në familjen, shoqin rrethit ku jeton, që të lumturohesh nesër para Allahut Azza wa Jall me punët e tua. Dhe ju vëllezër të ndershëm që Zoti Madhreshëm ka privilegjuar me detyra të ndryshme. Ju ka dhënë ndoshta pasuri dhe keni punëtor dhe mirë që keni alhamdulillah, kujdes hakin e punëtorit. Ndaje njerëzën bashkë me ta, sepse tu e nderua ata kom nderua që në qiell, Allahu Xhalla wala. Se kjo botë nuk madh ndryshe vetëm kurrës të punëtorëve. Dhe ju rini e dashur që dëgjoni lloj teori të ndryshme, mos ja lejo fatin e jetës tonë në dorë atyre që flasin dhe ju mashtrojnë se mund me arrit diçka njeri këtë dunjë pa punë. Mos i beso atij i cili thot dhe ta bjeni shembull të filanit halanit se ka mundësi me jetu në këtë dunjë pa punë. Nuk ka mundësi me jetu pa punë. Allahu ta ka besuar këtë emanet, le gjurmë drejtore të jetës, sepse për këtë mundi që jep këtë dunjë, në ditë do të shpërblesh para Allahut Xhalla wala, do të ndihesh krenar për punën tonë që ke bërë për Zotin, familjen, shoqërinë dhe rrethin ku jeton.